Dhe Allah subhanahu wa taala po ashtu na tregon në surën Asr se njerëzit do të jenë të humbur pos atyre që kanë pas qëndresën fenë Allahut subhanahu wa taala. Wal asr, pasha kohën, innal insana lafi khusr, me të vërtet njeriu do të jetë në humbje. Pra shumica e njerëzve do të qenë kanë humbje, illa përveç. E tash Allahu subhanahu wa taala po bën përjashtim. Përveç illa alladhina amanu wa amilu salihat, përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira. A mjafton vetëm kjo? A e la Allahu subhanahu wa taala me kaq? Jo. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dhe porositën njëri tjetrin që t'i përmbahen të vërtetës, të jenë qëndrueshëm në të vërtetën. Wa tawasau bis sabr, dhe porositën njëri tjetrin që të jenë të durueshëm apo të bëjnë sabër. Pra nuk mjafton vetëm e para dhe e dyta që është besimi dhe veprat e mira, po duhet edhe qëndrueshmëri. Duhet qëndrueshmëri, sepse ne e dimë se pejgamberi alayhis salam na ka treguar se do të vijë një njeri në ditën e gjykimit, mirë po do të jetë muflis, i falimentuar. Do të vijë me vepra të mira sa kodrat. Domethënë besim ka pas, vepra të mira ka pas, edhe atë sa kodrat, mirë po përsëri do të futet në xhenem. Pse? Sepse qatala hadha, e ka vrarë këto. Wa akhadha mal hadha, ja ka marr pasurinë këtij. Wa shatama hadha, wa qadhafa hadha, këto e ka shajt, kët e ka shpif për kët. Domethënë s'ka qenë i qëndrueshëm fe, nuk ka pas qëndrueshmëri. Po ju ka hyrë ndër hak krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Andaj thot këto ja japin gjinahet, kur i argjiten gjinahet ja marrin sevapet edhe ky futet në zjarr të xhenemit. Domethënë duhet qëndrueshmëria. Pas besimit dhe veprave të mira duhet qëndrueshmëri, të largohemi nga mëkatet, dhe sidomos mëkatet e mëdha, dhe sidomos mëkatet e mëdha.